Futini në një gotë me ujë arrat para se t'i konsumoni dhe do befasoheni nga ajo që ndodh. Frutat e thata janë një dashuri me vete dhe të cilat nuk ngopen kurrë për shkak të përfitimeve, ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj të përditshme. Ekspertët kanë treguar një mënyrë shumë të mirë për të marrë vlerat e tyre ushqyese, sidomos nëse i vendosni arrat tetor në ujë përpara se t'i konsumoni, vlerat e tyre do të jenë më të mëdha. Sipas nutricionistëve, njohja e arrave ose frutave të tjera të thata si bajame dhe lajthit, për një periudhë të gjatë kohore aktivizon gjithashtu të gjitha vlerat e tyre ushqyese, dhe më e rëndësishmja, trupi do ta ketë më të lehtë t'i përthithë ushqimet dhe vlerat dhe vitaminat e arrave, sepse ato do të jenë më të lehta për t'u tretur. Kështu, nëse doni të merrni përfitime të arrave, vendosini ato në ujë për të paktën tetor. Kështu, ato do të lëshojnë të gjithë elementët ushqyes dhe do të jetë më e lehtë për stomakun tuaj që t'i tresë ato si duhet.